Sa të rrezikuar jemi nga rryma elektrike në ambientet publike? Normalisht çdo qytetar është i rrezikuar kudo në shesh pushimet e pallateve, por jo vetëm edhe te shtyllat e ndriçimit rrugor, sepse shpesh herë janë këto kabllot që qytetarët i shikojnë si rrjeta merimangash varur në ambientet e banimit dhe në këto shtyllat e ndriçimit rrugor mungojnë kapakët, shpesh herë janë të lidhur me izolant, jo në mënyrën e duhur që një fëmijë mund ta preki, por jo vetëm dhe mund të bjerë në kontakt me rrymën elektrike dhe është trisht ta thuash, por situata të paktën në Shqipëri mund krahasohet me vende si India apo Bangladeshi, pasi jemi në të njëjtën situatë ku për pjesën e sigurisë elektrike nuk ka asnjë rregull dhe ajo që është më trisht që nuk ka asnjë plan nëse në të ardhmen do ketë ndonjë përmirësim të situatës apo do vazhdojmë po në të njëjtën formë ku qytetarët humbasin jetën nga kontakti me rrymën elektrike. Pra në vendin tonë kemi pas raste ku qytetar duke kaluar rrugën kanë humbur jetën duke prekur një shtyllë ndriçimit rrugor. Kemi raste ku fëmijët në parqet publike duke luajtur kanë qenë kabllot zhveshur dhe kanë humbur jetën. Dhe askush në fund të ditës nuk ka mbajtur përgjegjësi. Çfarë duhet kemi parasysh qytetarët për të vetë mbrojtur nga rryma elektrike? Qytetarët në rrugë nëse shikojnë një përcjellës apo një kablo të zhveshur, absolutisht nuk duhet ta prekin qoftë për kuriozitet apo për çfarëdo lloj arsye tjetër dhe gjë e parë që duhet bëjnë, duhet të lajmërojnë institucionet ose minimumi të marrin policinë, sepse me këtë rast mund të shpëtojnë edhe një person tjetër që mund të mos jetë i përgjegjshëm për rrezikun që i kanoset nga kontakti me rrymën elektrike. Vetëm 2 ditë më parë në Lezhë humbi jetën një person punonjës i OSHE-s pasi ra në kontakt me rrymën elektrike. Jemi në 2026 dhe akoma vazhdojnë këto raste. Çfarë mendon se duhet ketë shteti parasysh dhe çfarë masash duhet marrë? Për sa i përket punonjësve, punonjësit në shumicën e rasteve nuk kanë asnjë kusht rregullore së sigurimit teknik të zbatuar në terren, pasi kompanitë si OSHE-ja apo edhe OSHE Group nuk ja mundsojnë në shumicën e rasteve pajisjet minimale bazë të sigurimit teknik, qoftë doreza dielektrike, qoftë edhe një palë shkallëdruri minimumi dhe gallosha elektrike, indikatorët tension mesëm, pranë tension tullët. Dhe shpesh herë këta punonjës janë mëshirë të fatit dhe shkojnë në punë në shumicën e rasteve dhe me mjetet e tyre, pra kanë veglat e tyre. Pra në këtë gjendje është sistemi elektroenergjetik dhe nëse nuk zbatohet rregullore e sigurimit teknik, mua më vjen keq ta them, por nuk do jetë e largët dita që do flasim përsëri për të njëjtat raste në vitin 2026, por edhe në vazhdim nëse nuk merren masa sot. Në këto ditë të ftohta dimri, kushtimi i energjisë elektrike duket thuajse i pamundur. Çfarë duhet kemi parasysh ne që të na shkojë më pak fatura në fund të muajit? Duhet paktën për sa i përket ato familje të cilët kanë nga këto ngrofset elektrike, nëse kanë mundësi të zëvendësojnë sepse këto harxojnë shumë. Këta reflektorët elektrik, pra janë le të themi konsumatorë shumë të mëdhenj të energjisë elektrike dhe të mundohen mos t'i mbajnë me orë të zgjatura në punë. Dhe përsa i përket atyre familjeve të cilat kanë kondicioner, mos ta vendosin në maksimum pasi janë në maksimumin e konsumit të energjisë elektrike, por në një temperaturë le të themi nga 22, 23, qoftë edhe 24 gradë Celsius në ngrohje. Çfarë do të kemi parasysh në shtëpi për të mbrojtur nga rryma elektrike, sepse ka pasur dhe raste që shumë fëmijë apo edhe të rritur kanë pasur lëndime apo dhe kanë humbur jetën nga energjia elektrike në shtëpi? Kjo nuk zgjidhet nga qytetarët. Kjo duhet zgjidhet nga institucionet. Për këtë arsye duhet të ketë certifikim të implanteve elektrike. Pra nuk lihet në dorë të individit, se për këtë arsye është le të themi shteti në mënyrë që ti detyroj të gjithë banorët, qoftë ndërtuesit, bizneset, gjitha me radhë, ti bëjnë instalimet elektrike dhe implantin elektrik ta certifikojnë sipas rregullave dhe standardeve europiane. Pasi në shumë banesa nuk ka tokëzim, nuk ka automat diferencial dhe qytetarët nuk kanë nga ta dinë këtë, sepse nuk janë të gjithë teknik, nuk janë të gjithë inxhinierë, elektricistë që të kenë njohuri. Dhe për këtë arsye duhet certifikim dhe kualitim i përvitshëm. Por në momentin që në vendin tonë kjo duket luks, do kemi raste që qytetarë të tjerë fatkeqësisht do humbasin jetën te soba e gatimit apo edhe kur lahen në dush. Në këndvështrimin tuaj si inxhinier, kushtet në ambiente publike a kanë ardhur duke u përmirësuar edhe zhveshja e telave apo problematika të tjera që kanë ekzistuar më përpara kanë ardhur duke u reduktuar? Absolutisht jo, sepse Shqipëria nuk është vetëm Tirana, është më gjerë.
Në qendër Tiranës mund të ketë një përmirësim sepse është më e dukshme, por në qytetet e tjera, në zona rurale, gjitha me radhë, vazhdojnë akoma me izolant dhe shpesh herë këto kablot janë të lidhura edhe me qese minimumi, pra dhe ka dhe një problem tjetër që duhet ta themi. Një pjesë e mirë e këtyre punonjësve në këto institucione nuk kanë formimin e duhur teknik, nuk din t'i bëjnë me pak fjalë. Se nuk mjafton vetëm të marrësh materialet, se ja i bleve mjetet e dura, por nëse ti nuk di ku përdoren, si montohen e gjitha me radhë, përsëri le të themi është e njëjta situatë. Dhe duhet të ndryshojmë mendësia e institucioneve, duhet veprojnë para se ka ndodhur rasti, sepse këtu te ne, në momentin që dikush humbet jetën, mundohen ta rregullojnë atë segment ku ka ndodhur problematika dhe harrohet 2-3 ditë dhe vazhdohet po një lloj. Pra duhet të ketë përcaktim për kuadrin ligjor që të zgjidhet kjo situatë, sepse nuk vazhdohet më kështu në vitin 2026. A e shpërdorojnë shqiptarët energjinë elektrike nëpër shtëpi apo nëpër ambiente dhe biznese pa e kuptuar? Normalisht ka dhe shpërdorim, por duhet të themi dhe një gjë, ne si popull jemi popull kursimtar për sa i përket pjesës së energjisë elektrike dhe shpërdorimi vjen sepse nuk ka forma të tjera alternative. Ne jemi vetmi vend në Europë që nuk ka formë tjetër për të ngrohur në banesë. Ti do përdorësh vetëm energjinë elektrike. Për ngrohje do ta përdorësh gjithashtu edhe për gatim, pasi në Europë ngrohja bëhet le të themi me kaldaja, gatimi bëhet me gaz. Ne nuk kemi 1 metër tubacion gazi të shtrirë, kështu që do ketë shpërdorim të energjisë elektrike dhe jo për fajt të qytetarëve, por për fajt të gjithë politikës në këto 30 e ca vite në vendin tonë, që nuk ka marrë asnjë masë, le të themi alternative që t'i mundsoj qytetarëve që të kursejnë energjinë elektrike, por të kenë edhe një alternativë tjetër, ndoshta edhe më të lirë për ta përdorur në banesat e tyre. Nëpër shtëpi apo nëpër biznese, mendoni se ka edhe përveç problematikave që folëm, ka edhe probleme të instalimit të telave? Patjetër, ka probleme të rrjedhit të impjantit elektrik të instalimit, por siç e thash, kjo zgjidhet vetëm me certifikim. Nëse nuk ka certifikim të impjantit, nuk mund të themi është i saktë apo jo. Ai e ndan, është një lloj si puna e kolidimit makinës, se po të ishte në dorë të qytetarëve, unë ta garantoj që do kishte njerëz që do ecnin pa drita, se do thoshin ka makinën time. Dhe kjo nuk zgjidhet në këtë lloj forme, se dakord, një biznes ose një familjar i ndërgjegjshëm dhe i përgjegjshëm për impjantin elektrik mund ta marrë një teknik, mund të bëj pjesën e kontrollit dhe mund ta ketë në rregull, por ky mund të jetë një rast i izoluar. Pra dhe kjo duhet bëhet pikërisht me pjesën e certifikimit dhe kualidimit të impjanteve, në mënyrë që mos ketë probleme për të gjithë, qoftë edhe për teknikët, por edhe për konsumatorët. Faleminderit. Faleminderit.